Asnjë flamur kombëtar. PDSH-ja opozitare sot ka akuzuar qeverinë e Maqedonisë e në veçanti BDI-n se po e zhvlerëson vizitën e kryeministit shqiptar Edi Rama në Maqedoni, duke mos vendosur flamuj të dyja shteteve nëpër rrugët e kryeqytetit dhe para institucioneve. Nga PDSH-ja thonë se flamuj nuk janë vendosur as para kuvendit në momentin e takimit të Ramës me kryeparlamentarin Veljanovski. Sot gjendemi para kuvendit të Maqedonisë, ku në këtë moment që ne flasim, zhvillohet takimi mes kryeministit shqiptar zotit Edi Rama dhe kryetarit të kuvendit. Asnjë flamur kombëtar shqiptar nëpër bulevardet e Shkupit, siç mund të shihni, asnjë flamur kombëtar para institucioneve shtetërore, ku kryeministri Rama zhvillon takimet bilaterale. Ndërkohë nga qeveria thonë se kryeministri Rama në Shkup është të pritur me nderimet më të larta shtetërore të parashikuara me protokoll me rastin e vizitave të burgshtetasve të huaj. Protokolli parashet që flamuj shtetëror nëpër rrugë të vendosen vetëm atëherë kur për vizitë zyrtare në vend qëndron presidenti i shtetit. Kryeministri Rama është pritur me të gjitha nderimet e larta shtetërore dhe sipas procedurave që parashet protokolli diplomatik. Kryeministri Edi Rama para qeverisë u prit në mënyrë solemne me intonimin e himneve kombëtare të dyja vendeve dhe rreshtimin e gardës kombëtare para qeverisë së Maqedonisë.